Kush duhet të shihet si blokad në këtë rast? Visar. Shiko, gjykata kushtetuese doli me një verdikt ndoshta më të mirin të mundshëm, sepse nuk mojti krah në asnjë palë, pra as opozitës dhe as pozitës, por që këtë afati prej 60 ditësh i cili ende nuk është konsumu, e la si hapësirë konsumimi. Por që në vend që të tentohet zgjidhja nga të dyja palët në këtë rast, edhe pushteti, po edhe opozita, ne i shohim që po tentohet të luhet një lojë politike, kush është më i keq se tjetri dhe kush është fajtori. Tu t'ja përsëris Frashërit një gjë se roli i deputetit nuk është detyrues. Deputeti nuk ka rol detyrues dhe kjo është pika më e mirë që gjykata kushtetuese e ka komentuar në vendimin e saj. Qysh po mendon Visar, po mendon rol detyrues që nuk ka rol detyrues për ta votuar presidentet? As për të qëndruar në saj. Ai ka unë të Albelinën, që pëse mërë për Albelinën, i japi një lloj ki detyrë obligim me najt në sot, i tha. Ai tha keni detyrë votimin me